Këshilli për operacionet zgjedhore ka shërtuar kërkesën për emrimet e anëtarëve të Komisionit Komunale të Zgjedhjeve nga nominimet që kanë ardhur nga subjektet politike. Nga 222 vendet të përsaktuara sipas formulës të miratuar nga KQZ-ja, 216 vende janë plotësuar me këto nominime të ardhura nga subjektet politike, të cilët personat të cilët i kanë kaluar gjithë filtrat ligjor të KQZ-s dhe të mekanizmave të jashtëm në të cilët KQZ-ja i dërgon për verifikim. Në dy raste ka pas mospërputhje tek dy subjektet politike, kur një person i nominuar ka qenë një komunë tjetër dhe në rastin tjetër kur një person ka qenë pjesë e organit vendimarrës ekzekutiv, organit lartë ekzekutiv të një subjekti politik. Të dyja rastet janë zëvendësuar me anëtarë të tjerë të nominuar nga subjektet politike. Ndërkaq kanë mbetur disa komuna të cilët nuk kanë përfaqësimin e mjaftueshëm për të qenë komisione komunale të zgjedhjeve funksionale. Bëhet fjalë për komunën e Parteshit, ku mungojnë nominimet nga 3 subjektet politike, nga Lëvizja Vetëvendosje, PDP-ja, LDP-ja dhe përkatësisht dhe AKP-ja, pra 4 subjekte politike, dhe po ashtu në Zubin Potok dhe Zveçan mungojnë nominimet nga Aleanca për Admërinë e Kosovës dhe në Rahovec dhe Zveçan mungon nominimi nga ZSPO. Duke marrë parasysh subjektet politike shtirë në këto komuna edhe të gjenden persona të cilët mund t'i përfaqësojnë ato për shkak edhe të etnisë edhe ndanimet se si janë të banuara me qytetar. Është rekomandimi i Këshillit të Operacioneve Zgjedhore që sot të mirët edhe një vendim i cili ka një bazë ligjore, pra të nenit paragrafit 9 të nenit 67, me të cilën i mundësohet Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të emëroj zyrtar të cilët nuk janë qytetar apo banor këtë rast të komunës përkatëse. Prandaj subjektet politike mund të mundësohet që nga komunat përreth, në rastin e Parteshit nga komuna e Gjilanit apo komunë tjetër e afërt me Parteshin, të bëjnë nominimet për të qenë anëtar i Komisionit Komunal të Zgjedhjeve në komunën e Parteshit. Njëjtë ndodh edhe për këto komuna tjera. Prandaj ne kemi udhëzojmë që subjektet politike që deri në një afat, deri në ora 4 të dorëzojnë nominimet e tyre, ndërkohë me dokumentet plotësuese ti përcjellin gjatë ditëve në vim. Ky është rekomandimi. Rekomandimi i parë është miratimi i kësaj përbërje të Komisionit Komunal të Zgjedhjeve me gjitha këto nominime që janë, me 216 nominime, dhe rekomandimi tjetër është të mundësohet subjektet politike që të nominojnë anëtarët për Komisionin Komunal të Zgjedhjeve në komunën e Zubin Potokut, Zveçanit, Parteshit, Rahovecit dhe Zveçanit nga qytetet të tjera. Gjau, apo theft deri në ora 4 sot. Mos është afati shumë i shkurt me i bërë nominimet. Nëse ne tash e marrim vendimin, edhe apo deri nesër. Është rekomandimi i Këshillit të Operacioneve Zgjedhore, mund nëse ka nëse është shumë shkurt derisa. Rregull, 24 orë nga sot mund t'i japim. Ky ka qenë rekomandimi i Këshillit, prandaj mund zgjatet edhe ky orar, nëse ka lënë. Faleminderit, po. Nëse s'ka dikush diçka tjetër, e hedh në votim dyjat me një votim, dy rekomandimet me një votim. Kush është për? A jemi gjithë për? Sami, Gordana? Okej, kush është kundër apo abstenim? Atëherë me 10 vota për, një abstenim, miratohen dy rekomandimet.